Kjo është pamja e Bregdetit të Shëngjinit në këto ditë të nxehta Korriku. Nga Rana Hedhun deri në Kune, plazhet janë të mbushura me pushues. Familje, të rinj dhe turistë nga vende të ndryshme kanë zgjedhur Shëngjinin për pushimet e tyre, duke dhënë zonës një atmosferë plot gjallëri. Besnikët e përhershëm të Shëngjinit mbeten shqiptarët e Kosovës, ata shprehen se rikthehen çdo verë, duke vlerësuar cilësinë e ujit, rërën, mikpritjen dhe përmirësimin e shërbimeve turistike. Për shumë prej tyre, Shëngjini është kthyer në destinacionin e preferuar për pushimet verore. Unë për vetë i thonë, si Shëngjini nuk ka. Shumë bukur është, pastër është, për turistat, bravo i qoftë. Krejt lumturi, unë pitetove ku ardhë me shiju Shëngjinin. Shumë bukur është Shëngjini. Mun ka pëlqy shumë, unë jam 5 ditë këtu, shumë bukur është, shumë. Mirë, unë që 11 vite vi, veç po përmisohet, veç po shkon për para, krejt mirë. Mas shumë të unë si vjetë këmë dajtë se shkoj të veda edhe. Mirë krejt këtu, jena të knaqët, si me shërbim, si me hotel, si me përëndim, krejt mirë. Fluksi i pushuesve është rritur ndjeshëm në gjysmën e dytë të muajit korrik, ndërsa fundjavat regjistrojnë numrin më të lartë të vizitorëve. Operatorët turistik presin që kjo tendencë të vijojë edhe gjatë muajit gusht, duke e konfirmuar Shëngjinin si një prej destinacioneve më të frekuentuara të turizmit bregdetar në Shqipëri.